Deputeti i PDK-s Nait Hasani thotë se ju ka premtuar votuesve të tij që nuk do të votonte kurrë koalicion mes PDK-s dhe LVV-s, edhe në qoftë se Betri Hamza do të merrte postin e kryeministrit, ky koalicion nuk do të votojë nga ai. Qytetarët që kanë votuar për mua më kanë dhënë besimin që të jem deputet dhe përfaqësues i tyre. Si përfaqësues i tyre, ata kanë votuar që unë të mos votoj për një koalicion PDK-LVV. Unë ju kam premtuar, ju kam dhënë fjalën që nuk e votoj një koalicion të tillë, edhe kryeministër me qenë Betri Hamza, edhe posti kryeministrit për mua, koalicioni PDK-LVV nuk do të votohet. Hasani gjithashtu si asnjëherë më parë tregon se si kishte shkuar të bisedojë me Kurtin, që do realizojë një vizitë në Hag tek ish presidenti Hashim Thaçi, ku i cili për hir të shtetit dhe institucioneve ishte shprehur i gatshëm që të priste në vizitë Kurtin. Sipas tij, Kurti që fillim ja kishte pranuar që të vizitonte Thaçin në Hag, ku ishte interesuar dhe për procedurat që duhet për të shkuar atje. Hasani tregon se kishte shpresuar që Kurti do të realizonte këtë vizitë, por i njëjti nuk e kishte bërë, edhe përkundër faktit se në fillim kishte pranuar. Pas kësaj, Hasani thotë që nuk e ka takuar dhe nuk kanë të kontaktuar më me të, ku nga ky rast Hasani ndihet i zhgënjur dhe thotë se Kurti nuk e meriton votën e tij për kryeministër dhe qeveri. Kryeministri në detyrë Kurti më ka mashtruar mua drejt personalisht. Kam qenë vizitë në Hag, kam kërkuar nga ish presidenti atij Hashim Thaçi që të pres në takim kryeministrin e Kosovës Albin Kurti. Ka pajtuar për hir të institucioneve dhe shtetit, ka pajtuar që ta pres atje. Kur kam biseduar në zyrën e tij drejt për drejt, i kam thënë je kryeministër dhe do takon të shkosh te vizitë te Thaçi atje. Ai tha po do shkoj, cilat janë procedurat. Ky ka ndodhur në tetor të 2023-shit, para se me fillu gjykimi. Gjithashtu ai thotë se nëse PDK-ja shkon në koalicion me LVV-n, vota e tij do të jetë kundër.